Papa Leoni XIV ja kushtoi paqes në botë bekimin dhe mesazhin e tij të parë Urbi et Orbi për Krishtlindje. Ai apeloi për një paqe të fortë në Gaza dhe që Rusia me Ukrainën të dialogojnë. Kjo është dita kur hapim zemrën ndaj të tjerëve, tha Ati i Shenjtë, ndërsa urimin për Krishtlindjen e përcolli në 10 gjuhë të botës, përfshirë dhe atë arabe dhe kineze. Jo paqja një armë pushimi, as vizioni ujkut dhe i qëngjit, por përkundrazi, si në zemër kur eksitimi mbaron dhe mund të flitet vetëm për një lodhje të madhe, le të vi si lulet e egra papritur, sepse fusha ka nevojë për të, paqe e egër. Populli i martirizuar Ukrainas e më gjërë në gjithë Europën, që duhet të mbetet mikpritse dhe besnike ndaj rrënjeve të saj të krishterë dhe historisë së saj, duke u bërë njëri, thot Papa, Jezusi merr mbi vete brishtësinë tonë, identifikohet me secilin prej nesh, me ata që nuk kanë më asgjë dhe që kanë humbur gjithçka, si banorët e Gazës, me ata që janë të pushtuar nga uria dhe varfëria, si populli i Jemenas, me ata që janë në arrati nga vendi i tyre për të kërkuar një të ardhme diku tjetër, si shumë refugjat dhe emigrant që kalojnë mesdheun apo përshkojnë kontinentin amerikan, me ata që kanë humbur punën dhe me ata që ende e kërkojnë, si shumë të rinj që e kanë të vështirë të gjejnë një punë, me ata që shfrytëzohen, si shumë punëtorë të nëmpaguar, me ata që janë në burg dhe shpesh jetojnë në kushte njerëzore. Duke cituar Shën Augustinin, Papa thot se Zoti që na ka krijuar pa ne nuk mund të na shpëtoj pa ne. I frymzuar nga tradita augustiniane, ai u drejtua të gjithëve duke treguar se përgjegjësia personale është vetmja rrugdalje. Nëse secili prej nesh në çdo nivel në vend që të akuzojë të tjerët do të pranonte para së gjithash mungesat e veta, do t'i kërkonte falje Zotit dhe në të njëjtën kohë do të vijë në vendin e atij që vuan, do të shprehte solidaritet me më të dobtin dhe më të shtypurin, atëherë bota do të ndryshonte, vijon Papa Leoni. Lista dhimbjeve si çdo vit është shumë e gjatë dhe në këtë ditë feste dëshiroj të dërgoj një përshëndetje të ngrohtë dhe atësore për të gjithë krishterët në mënyrë të veçantë, ata që jetojnë në lindjen e mesme, të cilët pata mundësi t'i takoja së fundmi në udhtimin tim të parë apostolik, thot Papa Leone. Fëmia që lind sot në Betlehem është i njëjti Jezus që thot: "Gjeni paqe në mua, në botë do të keni mundime, por boni të guximshëm, unë kam mundur botën." Prej tij kërkojmë drejtësi, paqe dhe stabilitet për Libanin, Palestinën, Izraelin, Sirin, duke u mbështetur në këto fjalë hyjnore. Dhe mëtej princi të paqes ja besojmë të gjithë kontinentin evropian, duke i kërkuar të vazhdojë të frymëzojë një frymë komunitare e bashkëpunuese, besnike ndaj rrënjeve të saj të krishtera dhe historisë së saj, solidare dhe mikpritëse ndaj atyre që janë në nevojë. Lutemi në mënyrë të veçantë për popullin e martirizuar Ukrainas, të ndalet xhëmimi i armëve dhe palët e përfshira në mbështetjen e përpjekjes së bashkësisë ndërkombëtare të gjejnë guxim për të dialoguar në mënyrë të sinqertë, të drejtë për drejtë dhe me respekt. Pas mesazhit Urbi et Orbi, Papa përcolli edhe urimet e tij, gëzuar Krishtlindjen, paqja e Krishtit mbretëroft në zemrat dhe familjet tuaja.